Do doja shumë shkurt ju drejtoheshim nanave, cila është këshilla bazike që diqysh me shpirt ja thush dhe nane? Unë thash edhe më herët që po nuk ka pyetje të tepërta nga prindërit me të vërtetë dhe mundona që t'i përgjigjem, ndonjëherë edhe e shoh që me të vërtetë disa e teprojnë, po unë prap me një humor të lehtë i përgjigjem edhe e bëj një ambient më të relaksum. Një mesazh për mua është që po mendoj për nanat e reja është që ta din rëndësinë e këtyre ditëve të para, domethënë periudhës neonatale të bebës, se ajo e përcakton se si do të bëhet ai fëmijë dhe çka do të bëhet ai fëmijë. Ato minutat e para të jetës dhe ditët e para të jetës janë shumë të rëndësishme dhe duhet që të jenë me të vërtetë vigjilent, duhet nanat që të kenë mbështetje emocionale nga familja, sepse një nanë emocionalisht e mbështetur edhe mund t'ja jap një dashuri shumë më të madhe dhe më lehtësisht një bebe kur një bebe e cila ka nevojë, domethënë për neve, ditët e para rritet me dashuri, atëherë ajo bebe ka me qenë një fëmijë, andaj një i rritur dhe një person që sigurisht nuk do t'i mungoj suksesi nëse rritet me një dashuri të madhe.